Vajza 9 vjeçare u gjet e vdekur në shtëpi policia vënë pranë nga një adoleshent. Për çfarë dyshohet? Një vajzë 9 vjeçare është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj në Angli, ndërsa shkaqet e tragjedisë janë ende të paqarta, ndërsa policia njofton se ka arrestuar një adoleshent në ndyshimin se mund të jetë i përfshirë në vrasje. Sipas The Sun, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, vajza nuk arriti të mbijetonte. Policia njoftoi se një djalë adoleshent u arrestua me dyshimin për vrasje. Sipas The Sun, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, vajza nuk arriti të mbijetonte. Policia njoftoi se një djalë adoleshent u arrestua me dyshimin për vrasje në zonën World aty pranë vetëm disa minuta më vonë. Sipas tyre, adoleshenti po mbahet në paraburgim ndërsa hetimet vijojnë. Është e pamundur të shprehi me fjalë dhimbjen dhe ankthin që familja po përjeton në këto momente, u shpreh policia. Sipas autoriteteve, një hetim penal është duke u zhvilluar për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes. Procesi formal i identifikimit nuk ka përfunduar ende dhe do të kryhet edhe një ekzaminim pas vdekjes. Nga respekti për familjen, u bën thirrje njerëzve të mos spekulojnë mbi rrethanat apo identitetet e personave të përfshirë, sa do të shtojnë dhimbjen e tyre, theksuan ata.